Përshëndetje gjithëve, ndodhemi në domje të Tiranës. Jemi afër QTU-s, ku ju prezantojmë 2 dylim tokë për shitje. Arsyeja që kemi ardhur sot këtu, kemi ardhur me shit këto 2 dylim tokë, pra janë 2 dylim tokë këtu. Zonë industriale, zonë për ndërtim, për Dhe- kapanone. E rëndësishme është kjo. Këtu gjithçka është me dokumenta. Dokumenta s'ka vafe. Hulli pak i sy zonës. Zona është zonë vilesh, zonë që investohet. Nëse ti të intereson me arë me 2 vlezër, 3 vlezër, këtu bëhet 2-3 vila Bëjnë 3 vila pa dhe problem. je mret, je afër Tiranës më shoku. Jemi në Tiranë. Ka një gjerësi afrim kjo prej 25 metra gjerë, e gjatë është mbi 75 metra. Po mirë gjë. Edhe 2 dylim total. Çat çmimi do ta shesin te gjano. Kjo dhe 60.000 euro për dylim. 60.000 euro për dylim, 120.000 euro. 120.000 euro. Me të vërtet janë shumë, po Tirana është pak e shtrejtë, është më e vështirë sa qytetet e tjera. Investoni në Tiranë, në domje Tiranës. Ju seksojmë pak se vim shpesh te nga Tirana, vim për mis tanë, Po, sepse nuk vim sa vetë na marrim telefon për tokën Tiranë, si ta dim vallaj, tjerët. e bilaj, ju që jeni nga Tirana, mos na merrin telefon se s'jemi për çit toka. Kemi ardhur këtu për mik. Po, Kështu që të gjithë ju që na ndiqni, ma klikoni dhe ecni shifni këtu me lokacion. Kjo zona këtu që kemi ardhur javleka afrim, sipas sa që ka pothuaj si gati 4 orë toka. Po gjon, Është zonë vile. po shimë vlla gjithë vile të reja. Rrugën e ka afër. Nja më vlla ku ke pronën. Jemi në domje, afër aeroportit, afër Sa bëj Tiranës, pyetje Qendrore. gjon? Sa bëj pyetje? A ka drita këtu lale? Ka drita ku ja vjen shtyllë. A ka ujë? Pa tjetër. Po investor pra i sigurt, që pret? Më sigurt. Investori quna, ju përshëndesim në dokumenta, ja.